Një çështje që është diskutuar viteve të fundit shumë, se është rrit numri i të rinjeve, në ndërkohë dhe i fëmijëve të cilët agjërojnë. Dhe prindrit gjithmonë e kanë këtë sfiden, me lanë, a janë të vogël, a mund të ndikojë diçka negativisht tek fëmijët, për shembull 10, 12 vjeçar, të cilët me vullnetin e tyre pranojnë të agjërojnë? Nëse nuk ka një problem shëndetësor, ata munden me ja dalë, nuk ka asnjë problem, përkundrazi, nëse shohem në aspektin psikologjik, kjo agjërimi e rrit vetë kontrollin të fëmijët dhe të të rriturit, e rrit disiplinën, do më thonë, e rrit durimin, i bën më të durueshëm, kështu që një tjetër aspekt që është prezent të fëmijët, që është më shumë të fëmijët se sa të të rriturit, ndoshta është e rrit ndjenjën e vetbesimit. Tash u keni me thënë qysh të mos hangër buk, ai ka me qenë ma me vetbesim. Për shkak se ai ka fillu me e sfidu vetën, prej këtij orari deri në këtë orar mos me hangër kur gjë, as ushimet që i dalin përpara, as mos me pi ujë, edhe nëse është i lodhur, nëse ka një test në shkollë, ka vendos me privu vetën prej kësaj dhe ja ka arrit. E kur bëhet koha e iftarit dhe kur bëhet një ditë, 2 ditë, 3 ditë, ata e ke pa fëmijët i numrojnë edhe sa ditë kanë agjëru, sepse kështu ata i tregojnë vetës që unë po mundem. Kur unë ja jap këtë mesazh vetës, kjo automatikisht ndikon që unë ndjem më me vetbesim. Do të thonë, unë mund t'ja dal një sfidë siç është Ramazani dhe kur në të ardhmen mund të kenë një sfidë tjetër me cilën ata ballafaqohen, truri jon e ka këtë aftësinë me i rujt informatat. Dhe në formë të pavetdijshme, kur ndodhen në situata të ngjashme, të jep një opsion ti mundesh, se të kujton atë situatën kur ti ke mujt. Le të themi nëse si fëmijë, unë gjithmonë i motivoj fëmijët me qenë më shumë natyrë, me bën gjitje në për ata drejt qysh ndoshta gjeneratat e mia dhe më tashme kemi jetu drejt për drejt me natyrën dhe ato lojrat me cilat jemi sfidu. Këto i kemi kriju në ato shkatësit. Dhe sot nëse unë vendosem në një situatë ku kërkohet me qenë e shkatë, trupi im ka me funksionu në mënyrë automatike, sepse i ka të rujtuna memorjet e krimit të atyre shkatësive, dhe thot po ti mundesh edhe thjesht vjen me po. Kështu që e njëjta ndodh edhe te Ramazani, nëse në këtë sfidë ata fillojnë edhe arrijnë me sukses, rritet drejt për drejt vetbesimi i tyre. Bëhen më disiplinuar, bëhen më durueshëm, dhe ka benefite edhe më të lumtur në fund ditës janë edhe më të lumtur. Kjo ka rëndësi që e shpjeguam, sepse gjithmonë është edhe ajo meraku i prindërve në përgjithësi, në veçanti i nanave që është shkollë, me mësu, pak pa gjom, ndoshta pak pa hangër, mos po i bën keq, mos nuk po mundet me pas koncentrimin në nivel. Gjithmonë një kontroll, kisha me rekomandu një kontroll prindror, kish me qenë shumë i nevojshëm, me pa sa me të vërtet fëmiu ka aftësi të përballimit, edhe në aspektin fizik, edhe në ato psikologjik. Është shumë e rëndësishme që gjatë Ramazanit fëmijët kenë gjumin e mjaftueshëm, sepse i dim ato ndërprerjen e gjumit për shkak të syfyrit. Domethënë, prindrit kujdesen që fëmia të merr gjumin e mjaftueshëm dhe nëse shohin që është lodhë dhe ka pas një ndikim në aftësitë e tij për shkollën, atëherë duhet i thuhet aq sa mundesh. Për shembull, unë i kam thënë fëmijëve të mi, nëse 2 orë ke agjëru, mjafton për ty, kaq ke mundësi. Domethënë, le t'i japim sfida, po le t'jenë të përballueshme për ta, që mos t'i demoralizojmë pse unë smujta. Domethënë, ata janë fëmijë, është prindi ai i cili duhet me qenë gjithmonë duke u përkujdesë dhe me mbështet krejt procesin e rritjes tyne. Shumë mesazhe mirë në mënyrë që fëmia as mos dëshpërohen, por edhe ta krijojnë shprehinë edhe të agjëruarit, por edhe të disiplinës që natyrisht krejt kjo në kuadër të asaj nëse ata veç kanë shpreh dëshirën për shkak se kultura familjare, tradita, feja atyre. Pikërisht për këtë edhe e bona pyetjen.